Mirëmëngjes. Mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Në videon e sotme do kemi shumë gjëra. Do sistemoj dhomën, do blej rafte për, jo rafte, kështu tip kutia për sistemimi. Do dhuroj disa rroba, do bëjmë gati për në Shqipëri. Domethënë nuk e di nëse do ta mbyll sot videon, nuk e besoj, por le ta fillojmë. Unë sa jam bërë gati. Tani do vesh një fustan të lehtë, sepse është shumë nxehtë, edhe hajteni me mua t'i kalojmë këtë ditë ose këto ditë bashkë derisa t'i mbaroj këtë punë. €12, ha Kian? Kusim rrobat këtu? 2 të këtillta? Apo 3? Tata? Po, ja shikoni. Janë okej, mendoj. Qa ka mo? Nuk ka dhe një tjetër këtu, Kian, ti merrte mami dhe një tjetër. Maj mami dhe një të zeze. Oj mama, oj zemra ime. Po shikoj njërë vërdal dhe pasaj do vi që ti marrë këto. Qa ka? Ku ti harxoj lekët? Gjeta çdo gjë që më duhej. Tani kur çelësi që janë? Mama? Tani do t'i sistemoj brenda në makinë, do marr djalin, po nxehet shumë koha. Gjumin e drekës do e bëjmë në shtëpi. Me që isha afër një supermarketi këtu, mendova që të blej pak ushqime, në qenë se jam këtu, dhe fundoj disa punë dhe çfarë do gatoj për djalin. Lëng ananasi nuk besoj se do ba vetëm lëng ananasi, vetëm ananas këtu. Shkoj dhe mos i blej djalin ndonjë lodër, se pas ka shumë lodra këtu. Pas ka shumë lodra për ty. Sa bukur. Më kështu në aksion, gjëra për të luajtur me rër. Shiko Kian, e do këtë? Ja, akoma nuk di të luash me këto zema. Ja të shikoj mos ka ndonjë gjë interesante. Ma! Ta blejmë Stefani vetë edhe qumë është do blej dhe mbar roba. E vura djalin në gjumë. Ja ku është. Tani doja t'ju tregoja shpejt se çfarë bleva. Ndërkohë që vura djalin sa po erdha, e vendosa tek karrige e tij, i hodha ujë aty edhe fillova duke luajtur. Dhe unë kështu pata 20 sekonda me vrap poshtë të merja gjërat që bleva, se me djalin në një krah dhe gjitha gjërat që bleva nuk i mbaja dot, kështu që gjej gjithmonë mënyra kreative se si ta lë djalin për 1 minutë, për 2 minuta, që të mund të mbaroj punët. Kjo është jeta e mamit. Isha tek Teti dhe tek Aldi për të bler të gjitha gjërat që më duheshin. Tani tek Teti harxova €73. Dhe bleva fillimisht këtë çantën që i kam mbushur me gjëra nga Aldi për 4. Ta boshoj, kjo u tregoj. Kjo është çanta dhe është kështu me frigorifer. Domethënë është termoizoluese, më duhet për në verë dhe më duket shumë e bukur. Do ta marr edhe në Shqipëri që të marrim ato ushqimet kur të shkojmë në det. I love it. Mora 2 nga këto që janë qese. O, që në të mëdhaja sa i natë. Dhe atë vogla. Janë qese që i fut ujin, ka menduar të bëj loja për Kianin, e bën me ujë, e mbyll, i fun ngjyra edhe luan Kiani, domethënë një mënyrë shumë e mirë edukimi. Mora 2 nga këto, kyl aku i thuan,
futen në ngrirje dhe për shembull kur kam për të çuar qumshtin në spital që e dhuroj, mund ta ftoj me këto. Mora ngjyrat pra për të ngjyrosur ujin, do t'ja u tregoj në një video. Mora 2 kapsë, 2 kapele, një bezh, një kafe. Sa të bukura janë. Më pëlqejnë momental këto kapelet që janë forma të rregullta. Nuk e di mos do shta e të prova, po nuk duket tani me flok të kapura. E një tjetër kapse për €1. Një kapele për Kianin në këtë ngjyrë. Nuk e kishim. Dhe ngjitsa me ngjyra të ndryshme, po ashtu për një lojë që dua t'ja bëj Kianit, lojë për zhvillimin e këtyre motorike. Dhe pastaj mora dhe 3 nga këto. Dhe ju tregoj se si duket dhoma ime dhe se si pretendoj unë që ta sistemoj. Këto janë këpucët e dimrit që do t'i fut në kuti. Falni për zërin e ulët, po flek Kiani. Këto janë rrobat e dimrit dhe gjithashtu çizma. Deri tani kështu duket garderoba, shikoni, e sistemuar në mënyrë wow. 2 ditori kështu domethënë. Ja ku i kemi. Kështu që po vendos kamerën këtu dhe po përpiqem që ti sistemoj të gjitha. Filloj me sistemimin. Nuk e di, do përpiqem t'i palos pak që t'i nxej këto 2. Fillimisht do futim këto shallët, kapelet, dorashkat. U mbërgjysma. Gjërat e dimrit zën shumë vend, zën shumë të trasha. Nuk e di pse, kam kaq shumë. Kosa qese që kam o zoti ma. Nuk e di domethënë, por hoqa shumë rroba dhe prap kam shumë. Kam kaq shumë bashkëpunime sa ja, këto që dua unë këto më. Këto do ta heq. Nuk e dua. Edhe këta do ta heq. Nuk e dua. Në fund do t'ju tregoj mbase rrobat që po mendoj që të dhuroj. Ja, dhe këto janë komplet. Të marrë kamerën e djalit sa pëtohet. Akoma jemi okay, po fle. Minus 1 qese. Përveç gjërave të dimrit kanë hequr dhe gjëra për shembull vjeshte që edhe këtë nuk e dua, po kam sa duash. Që nuk e ushqej djalin dot për shembull, sepse janë kështu. Kjo është me kopë sa ushqej dot, po është pe dimri. Do me thënë përveç kësaj kam hequr për shembull edhe fustane që për momentin unë ushqej djalin me qi edhe kam të pamundur që ti ta ushqej djalin, kështu që prioritet është ai. Edhe ky fustan është shumë i madh është, se kam veshur asnjëherë. Edhe pse më pëlqen shumë. Kështu do mbaroj këto, do t'ju tregoj si duke në fund, pastaj kemi dhe për të sistemuar rrobat e djalit, se ka shumë gjëra që si bëjnë më. Kështu që po e mbyll telefonin tani dhe kamerën që të karikohem, ndërkohë që unë mbaroj rrobat e mia, pastaj u marr me vete për t'ju treguar ama nxurë gjitha gjërat dhe vazhdojmë te rrobat e djalit. 2 pakot e mëdha me rroba i mbarova, ja ku i kam qeskat. Tani përveç atyre e rrobave që xha i kisha zgjedhur për t'i dhuruar, u bën edhe një qese këtu nga rrobat e dimrit që thjesht i kisha sistemuar dje dhe sot mendova edhe një herë thash. Këtë e kanë veshur jo, këtë e kanë veshur jo, voilà. Si ti mbaj akoma. Tani këtu po përpiqem të fut me kujdes këpucët, po s'kam ça kujdesi të bëj kështu, do t'i fut bashk se
Ja, si kam veshur asnjëherë. Po janë të bukura. Nuk ti mbaj se do filloj punën dhe do vishem me këpucë të larta. Shi po fut këtu këpucët. Kja një fle. Nese, po fut këpucët, shpejt qizmat. Shpresoj të më nxej dhe mbarua me gjërat e mia. Pastaj kam kutin me rrobat e verës lart. Të shkoj të marrë dhe të shikoj çfarë do mbajmë nga ato, çfarë do sistemoj të nxjerr jashtë që mos mbaj gjëra që nuk më duan dhe gjërat e verës ti sjell të gjithë këtu. Kur them të verës, kam thënë të pranverës dhe të vjeshtës se kam këtu edhe gjëra që vishen në pranverë dhe në vjeshtë. Kështu që po sistemoj dhe këpucët brenda. Çizmat. Dhe do t'ja lësh Stefani të mi çoj lart se përtoj. Si qa punime shbojnë këtu ma zgjuan djalin prap. Përfundova komplet sistemimin, këpucët mi nxeu, ja ku janë, këpucët janë këtu, dy të bardhat janë me rroba. Nxora edhe disa këpucë të tjera që t'i dhuroj. Dolën dhe janë 2-3 palë. Kështu që jemi shumë mirë të bëjmë të lumtur dikë. Zgjoa. Po sistemoj shpejt edhe ushqimet. Prit ju tregoj shpejt se çfarë bleva, me që se ai tani kur oj, ku jam? Këtu jam. Kostuma muselin. Shumë të mira, shikoni. I mora tani për në verë, se cila sa kushtove ku dëgjon? Duke se 10 euro të dyja palet. Mora qumësht, mora bostan që ta provoj Kiani, po besoj e ka provuar dhe i ka pëlqyer mango, se e di që mangoja kur e provoj i pëlqeu shumë. Mora një kungulesh që doja gatuaj sot, kastravec, po ashtu për snacks, po edhe sallat për ne, bashkë me domatet. Mora dhe pjepër, si frut, si snacks që ta ketë Kiani. Mora një bukë integrale. Mora një lëng frutash. Mora një patate të ëmbël, nuk është se kam ndonjë ide, por do gjej diçka për t'ja gatuar Kianit. Mora patate të këtillta kështu si patate snacks të vogla dhe aromatike që t'i gatuaj sot me pul dhe me kërpudha dhe me salcë. Kjo kushtuan diku te 30 e ca euro. Kështu që po i sistemoj, po i çoj gjërat lart. Nuk e di nëse do t'i nxjerr dot gjërat e verës, sepse do bëhemi gati, do shkojmë në pishin tani. Nuk kemi kohë të humbasim. Do shkojmë në pishin. Po sistemoj gjërat. Unë jam bërë gati. Unë jam bërë kamera ndjek Stefan. Mua. Bravo. Jam bërë gati, kam veshur rroba banjet dhe këtë fundin, kam kështu një par rroba banjet rrugka. Po ja, po bostani duhet ta futish te goja. Provoj një herë te goja? Te goja? Është mirë, do të pëlqej. Djalit i dash për të ngrënë, i dash kështu tul buke me avokado. Hëngri një copë të këtillt. I dash tërshër me banane, miell dhe pak kanellë dhe për frut bostan, do ta vesh dhe të shkojmë direkt në pishina. Shtëpinë do ta sistemoj kur të vi. Bravo. Oh! Bravo. Bravo. Ti e bud në gojë. Bravo, Kia. Avas. Copka të vogla. Dhe kjo është loja që po ju tregoja njerëz. Ja, janë gjithë këtu dhe ky i treq. I troq janë 3-4, po të tjerat ishin të vështira. I treqi mami tani dhe pastaj do ta luajmë prapë, okay? Vazhdo hati. Do t'i vendos pampersin që është për të notuar, ndërkohë mora edhe rrobat e verës. Nga lart i kam brapa derës. Pse më mbaj kot këtu? Unë se kam dezër. Tani po. Kush do të bëj video me mikrofon? Sa po çpaketova këto kostumin, shiko sa të mira që janë. Kam përshtypjen që janë pak të mëdhaja, mirë po tek beli jam shumë e sigurt që do t'i rim fiks, fundi nga fundi dhe ja pres, s'ka nevojë. Dhe kjo është këmishka, shumë të bukura të dyja. Do t'ja laj, ti heqi mami këto etiketat edhe t'i lajmë. Pa.
Po ishte pyetje, përgjigje. Venisemi, po mbarove si ngrëni. Te hash bostanin. To do t'ja hedh pastaj te koshi që t'ja laj. Shtapin e kam rëmuj, po I don't care. Le të shkojmë në pishina. Po i bëj gati djalin, s'kam kohë shumë të xhiroj, kështu që takohemi mbase te pishina nëse do më lejohet të xhiroj pak. Sa po arritëm tek pishina, duket parkingu shumë bosh, që do të thotë nuk ka shumë njerëz, sepse është ditë e martë, mbase njerëzit ja kanë akoma janë në punë. Kështu që po ju tregoj pak se si duket dhe ta shikojmë si do jetë brenda. Besoj këtu është figurja, shpresoj. E nuk e di ku janë pishinat, po do ta shikojmë. Aty po shikoj njerëz në shezllone. Hyrja ishte 3,60, do marrë një ujë. Shpresoj që është pa gas. Atëherë është 1,30. Pa fut 2. Dhe është 1,10. Posoj. Sa po mbaruam, jam e raskapitur. Paktën kishte ashensor. Më besoni që vetëm një orë 23 jemi këtu, por jam shumë e lodhur. Se Kiani do vetëm të lonte. Aja, po thosha që sa po mbarova. Qys! Jam e raskapitur dhe pse ishte vetëm një orë e pak. Kiani do vetëm të lonte, kështu që kur të vini në pishina, hajdeni gjithmonë me partnerin. Prit nga bie dielli që mos i bie djalit. Kështu? Ja. Okej. Makinën e kam parkuar shumë afër. Ishte 3,60 €, pra shumë pak, sepse deri në 4 vjeç për fëmijët nuk paguhej. Ishte një pishinë shumë e mirë, ishte vetëm brenda, jo jashtë, por për Kianin, për mua është më e rëndësishme që ishte brenda, që mos kishte rrezik për djegje. Kiani e shijoj shumë, kështu që mbase do vim edhe një fundjavë kur t'jetë edhe Shtefani, që njëri që merret me djalit, tjetri të notoj. E mora djalin pak tek pishina për të rritur, ishte një cik më e ftohtë se pishina e vogël, por jo aq e ftohtë, edhe u kënaqem. Tani do të paketoj makinë dhe di që sa të shkojmë në shtëpi do ja fusim gjumit të dy. Përshëndetje. Uj, ja ku e kam këtu. Nuk e di do me thënë njerëz, por jam shumë e ngasët për sa i përket xhirimeve. Harroj të hap kamerën, harroj të ndes kamerën, harroj të hap mikrofonin e të tjerë. Gjithsesi, sa po mbaruam kafen e mëngjesit, nuk doja që ta filloja videon aty, se kam filluar shumë video dhe bëhet ndonjëherë si borën, ja erdhan kafe, sikur çfarë bëra. Sot është një qershori i parë i birit tim, një qershori vetëm, ku këmbkat e këtij nuk do ecin. Kështu që është një qershor shumë i veçantë për mua, sepse është një qershori festa e fëmijëve, i parë dhe i fundit, ku djalim është një bebe. Pastaj do bëhet një toddler, një fëmijë, e kështu me radhë. E një rritur, s'do ketë më festë. Kështu që mendova që sot të xhiroja dhe t'ju tregoja çfarë do bëjmë në një qershorin. Jo gjithë një qershori do jetë dedikuar djalit, sepse nuk e di çfarë do bëj, ai është tërkohës me mamin, kështu që ditë të bukur e ka çdo ditë një qershor. Por mendova të shkojmë te kafja për beba, që të luaj djali. Do shkojmë t'i blejmë patjetër një dhuratë. Do merremi bashkë tër ditën dhe thashë që marrë edhe juve me vete. Shkojmë në makinë dhe gjëja e parë që do bëjmë është një punë që duhet ta mbarojmë, do shkoj të blej disa kartona që të dërgoj edhe pakot për vajzat e mia, të cilave ju kam thënë që do t'ju fal nga një pako rroba që sistemova në videon e kaluar. Kështu që kam gjetur një dyqan ku më thanë që atje mund të kem pako për të paketuar dhuratat.
Edhe të shkojmë të shikojmë nëse do gjejmë, sepse është shumë e vështirë të gjej kutia. Në për këto dyqanet që kam qenë thonë, jo nuk i japim kutia se kanë të dhënat e dyqanit dhe më mirë i hedhin se sa të më japin mua që më duhen disa kuti. Opa! Sa po arritëm tek dyqani ndërtimit. Këtu do shikojmë për kutijat për t'i dërguar pra më në fund. Pas shumë ditëve, dhuratat që dua t'ju bëj ndjekësve, dhurata. Do me thënë ato janë robat përdorura, por pse ti shes, se s'kam kohë, por mund të bëj të lumtur dikë që mbase ka kohë që më ndjek. Kështu që, kështu e mendova unë tani, se si duket, mbase duket dhe si budalli që, po pse me robat përdorura do bësh dhurata ti, por unë kështu e mendova. La, ulemi këtu. Do ulemi këtu, si ulesh, si një pasaj vogël, nga baba. Kujdes, qo pak qo, mos u shtrik shumë direkt, shumë si njeri mbaruar. Ja, këtu është dyqani, është si qyteti madh ai për të bler, po e quajmë supermarketin ndërtimit. Dhe këtu më thanë që mund të gjej kuti. Tani ta shikojmë. Ja ku janë kutit. Por këto janë shumë të mëdha. Prit, mbase ka aty po shikoj disa më të vogla. Ja ku janë dhe këtu. Këto janë kuti zhvendosjeje. Se di. Qyqa. Ku janë? Këto 10 cop, 4 euro. Apo një cop. Një cop 4 euro 26 nga 10 cop. 4 euro. Nuk i gjetëm kartonat që kërkoja. Kishte vetëm kartona kështu. Kishte vetëm kartona për zhvendosje, pra kartona shumë të mëdhenj, kështu që do shikoj mos gjenë në ndonjë vend tjetër. Nëse nuk gjej, pastaj do marr këtu tek posta gjermane, sepse 3 euro apo ku dëgjon sa ishin këtu i gjete kartonat e tjera, po thash të gjeja diçka më të lirë se edhe me dërgesën do më shkoj shumë shtrenjtë, se unë dua të dërgoj edhe 10 paketa, secila nga paketat do të jetë shumë 8 euro dërgesa, që do i bie 80-100 euro kështu vetëm dërgesa dhe nese. Gjithsesi mbase do gjej diku tjetër. Tani kam ardhur këtu tek Baby One dhe këtu do blejmë dhuratën e një qershorit për Kianit, që është një figurë për Tony Box, që ai e pëlqen shumë. Kështu që unë duhet ta lë kamerën këtu dhe ta marr Kianin në krah, sepse vetëm këtë figurën do blejmë këtu. Edhe bonde një ulur në karikë, se qesh, kështu sa i mirë je. Kështu që do ju tregoj çfarë do blej kur të kthehemi në makinë. E blevëm figurën e Tony Box. Mos bjer kamera. Është kjo figura këtu, një balen. Thot që ka muzik që prej 3 vjeç. Mirë po Kian nuk ka dëgjuar asnjëherë muzik beba, është dëgjon muzik me babin rock, muzik Elvana Gjakta ose Alban Skënderaj me mamin. Kështu që këtu kemi 140 minuta muzik. Okej, no i girish kockan, po nëse dua që ta dëgjoj pak a shumë çfarë ka, mund të skanoj kodin, ja ta dëgjojmë. Provosh. Jo, unë doja muzikë. Ai në shlaf melodion, që në kanë këngë, që në kanë melodi. Nuk më përqenë aqë shumë. Në dua këngë. Po muzik.
shkojmë ta ndrojmë që jemi këtu. Nuk thoshte lida, thoshte muzikë. Keni të drejtë. Ta shkojmë ta ndrojmë. Hajde Kian, do shkojmë edhe një herë mami, fal. Sa po arritëm tek kafja e bebave. Do shkojmë tek kafja e bebave. Dorim mbase një orë gjysmë, pastaj do shkojmë të bëjmë blerje në supermarket për të gatuar. Kianit ja morëm dhuratën, kurse kutit nuk i gjeta deri tani, po mbase i gjej pak më vonë në ndonjë vend tjetër. Nuk e di domethënë ku mund të gjej disa kuti për të dërguar. Është një çën ka një çike vështirë, më vështirë se ç'mendoja dhe unë kutitë e mia, për shembull që kam pasur për blerjet që mund të kem porositur në Amazon, i kam hedhur. Shikon Kian, nuk është mami fare e zgjuar. Tani të paguajmë këtu parkimin dhe të shkojmë. Oh! Do të flesh ti? Oh, po jo me mami. Jo. Dhe të shkojmë të kafja. Marim një orë maksimumi, se më shumë nuk besoj se rriti. Ich schlafe mit dem Tisch. Ja, der Tisch muss Ako erdhëm te kafja e bebave dhe Kiani për luan. Shikoni sa bukur. Ka dhe bebat e tjerë këtu patjetër. Sa po mbaruam tek kafeja për beba, siç e pat, është një koncept shumë interesant. Do doja shumë, nuk e di nëse ka një vend të tillë në Tiranë apo në Shqipëri, por pse jo, është një ide shumë e mirë për të sjellë diçka të tillë vetëm për familjet. Pra, një kafe për bebat, ku të kënaqeshin bebat, jo vetëm të rriturit. Tani do shkojmë në supermarket të bëjmë blerjet për të gatuar ndoshta sot dhe nesër, si për ne si për baby. Për djalin e bukur të Vanës. Jam shumë e sigurt kur të shkojmë në shtëpi, do kem kohë, besoj që të gatuaj diçka shpejt e shpejt, nëse jo kam diçka të gatshme nga dje. Kështu shkojmë në shtëpi. Edhe oj, na zuri dielli. E të shikojmë çfarë do gatuajmë, doja të shkoja edhe në qytet, por nuk jam e motivuar, jam pak e lodër, pak e mërzitur, dua të shkoj në shtëpi. Jemi te supermarketi ose në shtëpi, do t'ju tregoj se çfarë do blej. Kam pak që kam ardhur në shtëpi, ora është 3. Erdha nga ora 2 pa një çerek, djali po fle. I bëra për të ngrënë, hëngri shumë mirë dhe tani po ndjej që po më bien të tëra fuqit për veten time, kështu që po marr shpejt e shpejt një nga këto që i bleva për djalin avokado dhe po lyen ndonjë bukë shpejt e shpejt se nuk kam shumë kohë. Kam hasë zgjohet ai dhe se keni idenë se si u bë shtëpia, domethënë tani që fillon djali ushqimin. Besoj gjitha ju mamat e dini që keni fëmijët tuaj, domethënë skandal, duhet ta fshihet, ta laj, dyshemen, çdo ditë. Por djali ngri shumë mirë dhe kjo ka rëndësi. Nuk ka rëndësi fare, le të bëj pisa të doj. Çështja është që unë nuk kisha gatuar për vete edhe po ndjej sikur po mbin fuqit, sikur jam me dobët. Edhe mendova të ha ndonjë gjë para se të zgjohet ai. Kështu me mama. Kështu. I rrisim këta fëmijë, mundohemi kaq shumë që kur të bëjnë 16-17 vjeç duan t'ja dinë, pastaj gjeni të dashur, gjeni një gocë që inshallah ta gjeni një gocë të mirë dhe do ta mësojmë patjetër djalin të sillet si gentleman, se s'ka këtu të më trajtoj mua gocat keq. E s'duan t'ja dinë pastaj. Inshallah s'na bën kështu, por me shumë mundësi sepse kështu ka ardhur koha. Hodha vajun kësaj? Po. Se di. Jo, më të këtë. Ja, i hedhe me qëke.
Kështu që po marr këtë, ja, qa ngeli nga djali, po edhe mbi bukë. E të marrë një qik fuqi, se ndihem shumë e lodër sot nga që edhe moti është shumë i shëmtuar. Jam bërë një qik emocionale sot, për shkak të kësaj pjesës që po bëjnë protesta në Shqipëri. Për shkak të Zvërnecit. Dhe nuk e kuptoj akoma pse të ndërtosh, qoftë edhe për zhvillimin turistik, është kaq shumë e rëndësishme se sa të mbrosh këto ekosisteme natyrore që po ashtu janë për qëllime turistike. Pra sa turistë shkojnë gjithashtu në lagunën, në Nart, për të vizituar, për të parë flamingot, sa njerëz shkojnë në Zvërnec. Kam qenë dhe unë një ndërtoj dhe kam qenë unë një ndërtoj që për shembull Shtefani ja u tregonte çdo njeriu të mundshëm se sa bukur është atje. Është për të ardhur keq, pse, si, qysh, kur do bëhemi, kur tani thonë që qeveria që kemi është prezanton, pra riprezenton, përfaqëson popullin, por unë nuk e mendoj ashtu, sepse nuk mendoj se shqiptarët kanë përparësi ndërtimin dhe zhvillimet turistike përpara mbrojtjes të ekosistemeve. Këtë e shikojmë edhe nga protestat, sa njerëz të rinj në çdo moshë, kishte fëmijë, kishte pleq, kishte të rritur. Shpresoj shumë që të arrije diçka edhe ky ndërtim të stopohet. Tani nuk e di se nëse nuk kam parë lajme, nuk e di a është e vërtetë jo, po është shteti Izraelit, jo po kujt, dhe është gjëja që nuk është se dua të përqendrohem tek ajo. Mua më intereson fakti që pse po prishet një ekosistem aq i rrallë sa ç'është tek pjesa e Nartës. Nuk ka asnjë lloj justifikimi për çdo lloj investimi që të ndodhi kjo gjë dhe jam shumë emocionale sot. Nuk e di pse, e di prapë se për këtë gjë. Edhe unë jam shumë, pra mendoj, jam një nga ato njerëz që mendoj që Edi Rama ka bërë disa gjëra për vendin ton, por tani po e prish fare. Se marrësh. Pse? Pse është kaq e rëndësishme ky? Pse është? Sepse e di, e kuptoj, është një investim i madh, por nuk ka gjë që justifikon, mendoj. Nuk kam dashur shumë të përfshihem, të publikoj, sepse dua një herë vërtet që ta shikoj situatën, ta kuptoj vërtet se çfarë po ndodh, nuk dua të informohem në rrjetet sociale, sepse rrjetet sociale janë patjetër edhe kanë të bëjnë me ndjeshmërinë, pra janë edhe pak emocionale, nuk e di se sa vërteta janë. Tani që po shikoj, kam shumë marrule, e bëj pastaj. Edhe nuk kam dashur që të reagoj, dua një herë të siguroj mirë se çfarë po ndodh. Kjo është dreka ime për sot. Inshallah, derisa të ngrihet Kiani të kem mbaruar. Prit t'ju tregoj pak se si duket shtëpia pasi Kiani hëngri. Kjo gjë duhet fshirë tani, duhet të pastroj lavastoviljen, duhet sistemoj këto. Unë s'kam nerva për asgjë. Ham njërë të marrin fuqi pastaj. Vash gjitha. Kjo figura ishte shumë e bukur, kishte këngë shumë të bukura, kështu që qofse ju që jetoni këtu, si quhesh nuk e di. Kjo figura këtu shumë e bukur, do t'ju tregoj pastaj edhe qesen. Ku është qesja? T'ja u tregoj që tani, se unë kështu them gjithmonë, do ja u tregoj pastaj edhe qesen, edhe gjithmonë haroj. Ja, më mirë t'ja u tregoj që tani dhe jemi në rregull. Kështu duket qesja. Ka ndonjë më ka? Ja. Kindergarten leader quhet.
Kartonat I gjeta tek një dyqan ndërtimi, janë kaq të mëdha, pra secila nga vajzat do marrë një karton të tillë. Kështu që ja ku kam kartonat, këtu kam rrobat, nuk e di sa qese kam. Një pa fund. Dy tre, dhe një kam jashtë 4. Kështu që le të fillojmë. Unë thjesht po I fut në përqese, nuk po bëj ndonjë zgjedhje, po I përzihet disa rroba verë, disa rroba dimri. Edhe le të bëjmë një kat paketa të shikojmë sa do dalin, sa goca janë lajmëruar dhe ndoshta bëj edhe diçka tjetër më vonë se kam akoma rroba. Tani nuk është se po bëjmë ndonjë gjë të madhe shumë, por kaq mundësi sa kam. Mund të zgjidhja të shisja rrobat në Vinted, kam shumë rroba të mira. Po mendova se t'i shes kur mund të bëj të lumtur. Disa vajza aty që më ndjekin, për shembull ky kostumi këtu është komplet I ri. Dhe ku I ka pantallona që ti dërgoj tash se gjuna në komplet. I kam veshur vetëm një herë, shumë I rehat. Kështu që po I bëj gati kutit, dhe pastaj do I marr me vete që të shkojmë t'i dërgojmë. Njërë për njërë bëra 4 pako, sepse pakot ishin shumë të mëdhaja, nuk e kam idenë se sa vajzave ju kam thënë po, kështu që këtu do t'i dërgoj të 4 të parat, pastaj nëse ka më shumë vajza, do ju bëj edhe atyre patjetër nga një paketë të vogël, ndërkohë që po laj edhe rrobat, është një katastrofë këtu në dhomë derisa t'i mbaroj këto punët. Prandaj shumë e rëndësishme t'i mbaroj tani, t'i dërgoj, sepse do iki edhe në Shqipëri, disa ditë para se të vi Stefani dhe dua që t'i kem gjërat e mbaruara, kam për të përgatitur rroba, o zot, shumë punë sot. Gjithsesi ta mbyllim këto, t'i dërgojmë në post edhe voilà. Ta mbyll edhe videon. Kështu që thjesht po e ngjit tani dhe kur t'jem te posta do ju marr me. Nuk pata absolutisht kohën që të xhiroja, sepse kisha 4 paketa gjigante, kisha djalin që nuk po më rinte në atë sekond, duhet të gjeja të dhënat e gocave në telefon, duhet çaj bie. Duhet të shkruaj ato ngjitsat për t'ia dërguar. Dërgova 4 paketa të mëdha sot, nuk e di se sa vajzave ju kam thënë që do t'ju dërgoj, kështu që 4 ja u dërgova, tani do bëj një lajmërim në Instagram, atyre që ja u dërgova dhe foto. Kështu që ato do t'i heq nga që I kam bërë kështu me një shenjë dhe do ju shkruaj gjitha vajzave të tjera që të më shkruajnë atyre që ju kam thënë që do ju dërgoj paketat. 4 I dërgova, mbase kur të kem kohë do bëj edhe disa të tjera, jo kaq të mëdha sa këto të parat, se këto të parat I kisha rrobat gati, po jo, ndoshta edhe kaq të mëdha sepse kam shumë rroba të tjera për të dhuruar. Posta ishte shtrenjtë patjetër, harxova diku për çdo paketë gati 12 euro se ishin të mëdhaja. Edhe që bleva kutit, domethënë pak a shumë për çdo dërgesë kam harxuar diku te 15 euro, gjithë kutin. Mos llogarisën pastaj rrobat, por fundja janë dhuratë. Këto dhuratat një herë bëra që për shembull ndjekësit të paguanin vetë postën, sepse fundja unë po ju jap ato gjëra që mendoj që janë të mira. Tani çfarë do bëj tani? Tani kam marrë djalin dhe njerëz nesër do fluturoj për në Shqipëri. Kisha për të fluturuar në datën 10 qershor, mirë po për shkak të një problemi familjar më duhet të shkoj me herët. E preva biletën sot për nesër. Kështu që kam 1000 gjëra që duhet I paketoj, nuk kam ngrënë mëngjes, kam dhe një djalë nga mbrapa, nuk e kam burrin sot që të më ndihmoj, të mbaj djalin dhe unë të bëj gati, kështu që nuk e di se si do mbijetoj sot, të blej gjërat që më duhen, që më ka kërkuar mami, shkoj të nxjerr ca lek në bankë sepse nga Shqipëria me kartën time nuk mund të nxjerr, te banka ime është në mes të qytetit, duhet të parkoj.
të blej disa gjëra për djalin, pelena, gjërat që t'i marr disa gjëra me vete, kremrat që më kanë mbaruar. Dërgova këto paketat, dita ime ka nisur shumë herët, është ora 11, nuk kam futur gjë në kohë, jam shumë e lodhur. Duhet mendoj pastaj për të gatuar patjetër për djalin, por më duket se kam gatime që i kam gatuar dje dhe sot nuk do gatuaj. Po vajti ora 11, ai ka për të ngrënë prap, nuk e di domethënë. Duhet të shkoj në qytet, të shkoj tek kompania telefonike sepse më ka mbaruar kontrata e ofertës, nuk do më mbyllet numri. Që këtë video po e mbyll, do përpiqem të xhiroj pak për videon që po bëhemi gati tani për në Shqipëri. Bileta ishte e shtrenjtë, por ishte vetëm një ditë që Wizz Air e kishte udhëtimin në orën 3 dhe jo në orën 11 e ca të natës si çdo ditë. Të humbi Chelsea. Kështu që mora atë. Ja, se më lakte. Bravo. Po shkoj tek McDonald's sepse kam në rrugë që të ha diçka. Pastaj do shkoj në qytet të bëj blerjen e duhura dhe besoj valizet do t'i mbush kur të jetë djali në gjumë në darkë. Çështja është që nuk do marr vetëm valizhe. Por këto ditë që do jem, neve kishim në datën 10 për të udhëtuar sepse kishim pushime që i kemi planifikuar që një vit para me familjen e Shtefanit. Nuk janë anë lloj dot, janë gjithë ato lekë të hedhura, ato janë fëmijët, janë lumturuar që do shkojnë në Shqipëri, Vjera që do takoj Kianin, unë po që se do rinë po gradec tek mami, i bie që djali do ri me mua, po edhe nëna tjetër ka të drejtë ta shikoj djalin dhe po vjen në Shqipëri për pushimet, kam mbledhur lekë gjithë vitin. Kështu që duhet të bëj gati edhe valizhen e pushimeve që do ta marr pastaj Shtefani kur të fluturoj ai në datën 10. Nëse ta mbiet ai sot jam super. Mos flasim që sa video kisha për të edituar, për të xhiruar. Sa do doja të kisha një mbështetje. Vetëm të më mbani djalin se këto punë unë i bëj pastaj për 2-3 orë, të gjitha shkoj, blej, nxjerr, por edhe me djalin duhet të shikoj, ndalo këtu, verën gjumë këtu, jepi të pi këtu, nuk kam kohë të hap, diçka. Nëse tani do marr kohën, fillimisht do ham, djali është në humor të mirë, do dalim qytet, ku që sa ai nuk është në qep, do dalim. Kur ai të flej, unë do vazhdoj të bëj bleret e tjera, kështu që të stresohem unë. Shkom të dyqani bebave, të zvarri, do t'i jo më motor, do bëja vash. I ka të hata një njerë, edhe të stresohemi, që të na sjelli stresi, dhe më bëj punën më të thjeshtë. Jo,